Për të gjithë teleshikuesit e emisionit Arom Shkodre, ne kemi ardhur kësaj radhe për të realizuar një surprizë e cila nis në Shkodër por përfundon në Tiranë. Të gjithë jemi të ndjeshëm ndaj fotografive, kuptohet edhe ndaj fotografive të thjeshta me celular, por aq më tepër e konsiderojmë kënaqësi më vete apo dhe luks nëse shkojmë në një studio fotografike dhe realizojmë një foto artistike të cilën do e kemi gjatë. Dhe ju e dini shumë mirë që fotot e studiove jetojnë edhe 100 vite, ndoshta edhe më shumë. Të gjitha ato dëshmi dhe dokumente që kemi, kush e di se çfarë moshe të madhe që kanë. Unë kam një ide krejtësisht ndryshe kësaj radhe, nëse ne surprizojmë fëmijët, të afërmit tanë, partnerët, bashorti, bashortja, njëri tjetrin me foto të ndryshme që realizojmë në një studio, kam menduar diçka tjetër. Ju e dini që gjyshrit tanë disponojnë albume të mëdha, tek të cilat të ruajnë foto, ja një foto se kjo që kam unë në dorë. Bardhë e zi për masa shumë të vogla. Nganjëherë na duhet të vendosim syzet për t'i parë edhe për të kuptuar detajet e imta. Ndërkohë që edhe mua më ra në dorë një fotografi e tillë, mendova, po sikur kjo të vitalizohej përmes ngjyrave, të merrte për masat e saja më të dukshme, më të mëdhaja dhe të mos qëndronte si fotografi në një album fotografish që herë mbas here ose gjithnjë dhe më radh hapet dhe shikohet, por t'i zmadhojmë dhe t'i bëjmë në foto vërtet shumë të bukura. Këtë nuk e zgjodha në një ditë të zakonshme të vitit, por e zgjodha kur zonja Marie ka 75 vjetorin. Pra zgjodha mbas 50 vitesh ta surprizoj me një fotografi të tillë. Zonja Marie këtu është me vëllain e saj, zotin Gjon Bruçi. Maria është 25 vjeçe, ndërsa Gjoni është 27 në këtë foto dhe bëni llogarit vetë. Mbas 50 vitesh kjo foto, duke shpresuar gjithnjë në dorën e një profesionisti, të vitalizohet dhe t'i surprizojmë me rastin e ditëlindjes. Pra, zonja Marie feston 75 vjetorin e saj dhe unë dua t'i çoj deri në Tiranë një fotografi të tillë. Po kujt dua t'ja besoj cilësisht realizimin e një fotografie që shpresoj shumë që ta emocionoj zonjë Marie. Kam zgjedhur një ndër fotografët më të mirë në qytetin e Shkodrës, ai është Vitmir Smakaj. Njëherësh ne e njohim në qytetin e Shkodrës si Vito Fotografi. E kemi pasur disa herë në emision në Arom Shkodrë dhe tashmë besimi është më së i plot. Të përshëndes dhe mirë se të gjejmë këtu. Përshëndetje, mirë se erdhët dhe faleminderit për besimin dhe për vlerësimin që gjithnjë e keni ndaj nesh. E keni treguar disa herë dhe prandaj vim gjithmonë tek ju. Mua më duk shumë e vogël, kam dyshimet e mia, mund të realizohet kjo foto ashtu siç shpresoj unë edhe gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur. Në fakt, fotot bardhëzi të mëpërpashme kanë qenë shumë cilësore, është e habitshme. Se çfarë lloj cilësie që shumë fotografa ndoshta akoma se kanë dhe sot. Aq më tepër që kjo qenë ka e ruajtur mirë, jo shumë e dëmtuar dhe besoj se do dalë diçka e bukur. Okej, kjo nuk ka ngjyra, mund t'i vendosin ngjyrat ti e ke parasysh, sidomos zonja është me kostumin tradicional militar. I vën dot edhe ngjyrën të kuqe dhe këto që ka kostumi militar? Po, sigurisht, edhe me ngjyra mund të realizohet. Dhe jam shumë kurioz edhe se si do dali, pastaj se edhe ne nganjëherë kur fillojmë dhe punojmë me foton, surprizohemi edhe në fund, pastaj tek rezultati. Le të shikojmë se si do na dali kjo. Okej. Kështu që besoj që edhe gjithë teleshikuesit do doja t'ju tregoj atyre fillimisht se si është fotoja, megjithëse do kenë mundësi edhe përmes një skanimi që do i bëjmë. Ja shikoni si ishte në fillim. E të shohim më pas edhe rezultatin se si do dalë ajo me ngjyra. Shpresojmë në një punim të bukur dhe mezisht po pres që ti befasoj si Gjoni si Marie, duke u shkuar afër dhe duke ju zbuluar fotografinë që do t'ja çojmë nga Shkodra. Për të arritur në rezultatin final, normalisht që kjo foto do të kalojë në disa faza dhe fillimisht duhet që ta kthejmë në digjitale, që të kemi mundësi që ta punojmë në kompjuter. Faza e parë është skanimi, pastaj punimi i fotos, riparimi në rast se ka dëmtime dhe pastaj kthimi me ngjyrë. Domethënë janë 3 faza që duhet kalojë kjo foto për tu realizuar. Okej, fillojmë atëherë nga skanimi. Si që shikojmë këtu, fotoja sapo u skanua dhe u kthye në formatin digital. Tani ne kemi mundësi që këtë foto ta
riparojmë për shembull të disa nga pjesët e dëmtuara dhe pastaj ta kthejmë me ngjyra. Okej, sapo është përfunduar pjesa e skanimit dhe ne e kemi kaluar foton tek programi i punës. Do bëjmë disa riparime të nevojshme që para se të kthehet me ngjyra. Teleshikuesi presin tek çështja e ngjyrave. Ngjyrat e mbajnë origjinalitet fotografinë apo ka tendencë për të kthyer pak si në vizatim apo pikturë? Më përpara, në fakt, nuk kanë ekzistuar shumë opsione që t'i kthejnë me ngjyra. Domethënë çdo gjë është bërë manuale. Pambuk dikur, merrni pambuk edhe i bëni fytyrë me ngjyrë. Pra ka programe sot, mjafton të njohësh mirë programin dhe më përpara, domethënë programet kanë qenë më përpara, por sot është shumë e thjeshtë, sepse më përpara është dashur që të merret për shembull ngjyra e fytyrës me vete dhe gjendet ai kodi i ngjyrës fikse që përshtatet me fytyrën dhe çdo gjë ka qenë hamendësime. Normalisht edhe nuk është arritur që të realizohet një rezultat aq i kënaqshëm. Kurse sot janë disa gjëra edhe më të gatshme, edhe më profesionale që ta mundsojnë këtë gjë pa pasur nevojë që të bëjmë një punë kolosale te kjo. Si fillim, fotoja ka nevojë që të prehet këtu sipër, për shembull, te këto pjesë të bardha nuk është se janë të nevojshme, kanë qenë formati i fotove të dikurshme. Të mund t'ja shtojmë pak pa pasur nevojë që ta presim. Thonë, këta janë disa riparime që i ka nevojë foto, edhe disa pastrime pastaj, për shembull dëmtime të fotos apo diçka që nuk shkon mirë, pjesa e kontrastit pastaj aty ku duket shumë mbar që të dalin disa detaje, nuk e di sa vëre tek videoja. Ne shkojmë të ky opsioni që na lejon që ta kthejmë foton me ngjyra. Dhe siç u thash, në ditën e sotme është jashtëzakonisht e thjeshtë që ta bësh një gjë të tillë. Për shembull, një nga programet që është Photoshopi ta krijon këtë mundësi vetëm me një klikim. Dhe siç e shikoni, ky është rezultati nga bardhëzi në me ngjyra. Plus të jep mundësinë që të riparohen disa gjëra të vogla me ngjyrat. Ka pastaj shumë gjëra tjera që mund t'i bëjmë fotos nëse nuk jemi të kënaqur për shembull me ngjyrat. Kjo mund të jetë është pak më kuqe, por edhe tek realizimi i fotove ndoshta nga drita. Po, se ka pasur dritë edhe në momentin që është shkrepur fotoja. Po këtë mund t'ja bëjmë për shembull më të kuqe. Po, sa jo faktikisht kostumi militar ka shumë të kuqe. Po. Pra Vito, tashmë jemi në fazën finale të punimit digjital. Po, pas edhe disa detajeve të vogla, disa rregullimeve, edhe disa gjëra preferenciale, domethënë që diskutuam bashkë, arritëm në këtë rezultat të fundit, që kuptohet edhe vetë teleshikuesit e kuptojnë kontrastin e madh dhe kuptojnë më shumë i kanë ngulur syt nga ngjyrat. Fotoja, të paktën në kompjuter, e ka arritur atë që ne prisnim që të dilte nga punimi digjital. Nuk e di nëse deri në printim do e ruaj këtë cilësi? Po, është edhe kjo varet nga ne, domethënë ose nga gjithë secili që e printon. Kalibrimi i ngjyrave, pastaj dhe pjesa e printimit ka të bëj tipi i printerit, kalibrimi herë pas herë me ngjyrave, letra që përdor etj. Ne besoj se do ta arrijm fiks këto rezultate. Rezultat me ngjyrat që shikojmë këtu. Mezish po presim, okej, do kalojmë te procesi tjetër.
Ne këtu kemi ardhur te procesi i printimit, ai momentin që mezi po presim që të dalë fotografia. Kjo është aparatura e printimit, ë? Po, kjo është printeri që do bëjmë printimin. Po kaq e madhe deri në sa shkojnë këtu fotot, se po më bën shumë përshtypje, nuk e kisha imagjinuar kaq. Kjo shkon deri në 1.6 metra gjerësi, pastaj gjatë sa duhesh. Kjo dhe për objekte dhe subjekte thon ndryshe të mëdha private që duan të bëjmë foto sa faqa e murit. Ne jemi të kufizuar sot. Atëherë, në këtë rast këtë foton do e printojmë në telajo. Kemi telajën e cilësisë më të lartë edhe bojrat janë ekologjike që nuk janë dëmshme për shëndetin, nuk mbajnë aroma. Pra ndryshe nga të gjitha ato që ne I vendosim në kornizë, ne kemi zgjedhur stilin telajo. Dikush thot, po nuk është më e sigurt ajo që është brenda xhamit atje me kornizë, apo telajoja ka rezistencë ndaj kushteve atmosferike në shtëpi tonë? Varet tek telaja dhe cilësia e printimit normalisht. Ka edhe printime që janë destinuara për reklama dhe tjera që janë të shkurtë kohor, ndërsa kjo me telajo sa do jetoj? Kjo ka garancinë plus 50 vite. Duhet të kemi kujdes ku në ambiente ku kemi telajo, te lagështia, te dielli, te kondicioneri? E mirë, për sa I përket telajas nuk është se I prish ndonjë punë madhe, problemi është I drasave mbrapa, nëse është muri me lagështirë, normalisht ai drasa johet ose Po kjo ndodh për çfarë do lloj kornize, jo vetëm për telajon, për gjitha. Okej, pra të jetë në kushte të mira dhe faqja e murit mos ketë lagështirë dhe aty ta vendosim. Tani do fillojmë procesin e printimit, pasi të printohet do bëjmë edhe ngjitjen në telajo. Bukur. Ne kemi zgjedhur të bëjmë 2, sepse nuk duam të kemi hatërmbetje, jo e mori zonja Marie, jo e mori zoti Gjon, të dy do të kenë nga një kopje. Më bën shumë përshtypje teknologjia, kam përshtypjen që është edhe makinerie e kushtueshme kjo apo jo? Po, faktikisht kushton ca, kjo është teknologjisë të fundit të printimeve me bojra ekologjike, të cilat janë me bazë uji dhe nuk bajnë aroma ose nuk janë dëmshme për shëndetin. Prandaj disa mbajnë erë sa herë që printojmë diçka dhe nuk rrim dot në shtëpi nga printimit supozohen që të jenë mur afër ndhoma që qëndrojmë gjithkohën, edhe për këtë arsye është menduar që është shumë e dëmshme nëse printon një printim që është I destinuar për jashtë, për outdoor, do thonë këta printimet, kurse ky është I teknologjisë për indoor që është I padëmshëm për shëndetin. Mund ta shikoni edhe vetë cilësinë e printimit, ngjyrat janë shumë gjalla. Po, dhe këtë kisha frikë se mos binte kualiteti tyre. Ngjyrat janë shumë të gjalla. Fantastike, shumë bukur. Ka dalë një kryevepër, jam emocionuar duke e parë, kur e imagjinoj se si ishte fotografia kur e solla, që me zor shikoj me një shikim të lirë, me rezultatin që ka tani, por më tepër të falenderoj edhe për këshillin që më dhe jo kornizë me xham, po më mirë telajo, vërtet që pas kam më shumë hijeshi me telajo. Po, patjetër. Këto faktikisht janë bërë trend kohët e fundit, edhe
Unë i sugjeroj vazhdimisht pasi janë edhe më gjata se sa këto me xham. Pasi printimi është shumë i fortë kundër gërvishtive. Edhe shumë kollaj të vendosen në mur, shumë kollaj të vendosen në mur. Jo me tramponin, jo një gozhë dhe madhe kur është me xhame me kornizë, kanë dhe një peshë të vogël. Nuk ka një peshë të madhe, kështu që me një thomë të vogël mund ta vendosësh. Po ka dhe gjën e bukur sepse po të ishte xham, jo dili fotografisë këtej, jo dili ande se të bjen drita dhe nuk e shikim të mirë. Nuk ke problem me reflektimin, pasi kjo është si gjysmë mat që nuk është as lustër e plot, por që nuk bën kështu reflektim që mos të lejoj ta shohësh. Okej, fantastike. Të lumshin duart, shumë bukur. Ja pra ku është ai rezultat që doli shumë më bukur nga që kisha imagjinuar, një foto kaq e vogël mikroskopike, të përfundoi cilësisht në dy fotografi kaq të mëdha. Me ngjyra, fotoja bardhë dhe zi, kush e di, kjo është një foto që ka 50 vite. Pra këtu kemi një foto gjysmë shekulli. Dhe ja ku kemi rezultatin dy fotografi të mrekullueshme të realizuar në video fotografi në këtë studio të mrekullueshme, e gjeni shumë kollaj në Zdrale, pranë autoshkollës Bushati në qytetin e Shkodrës. Këtyre djemve të mrekullueshëm të dy vëllezër, ju lumshin duart për punët e vazhdueshme dhe jo vetëm për këtë, por dhe shumë të tjera që keni bërë deri tani. Ne me këto dy fotografi të realizuar tashmë në Telajo, një për Marien dhe një për Gjonin, do shkojmë deri në Tiranë, sepse zonja Marie ka 75 vjetorin e lindjes së saj, kështu që në atë atmosferë të këndshme, ku do grumbullohen mjaft miq në Tiranë, ne do t'i surprizojmë nga Shkodra me një dhuratë të tillë. Prandaj, një sugjerim i mirë për të gjithë ata që dëshirojnë të çojnë një dhuratë të bukur për ditëlindje, mos shoni më lek nëpër zarfa se do harxhohen sa hapen mbyll syt, po kjo do qëndrojë në mur dhe ato do ta kenë kujtim gjatë gjithë jetës së tyre. Faleminderit dhe nisemi për Tiranë. Dhe ne u thuam drejt Tiranës, me padurimin më të madh që të zbulonim surprizën tonë. Zonjë Marie gjejmë në një atmosferë mjaft të bukur festive, ku miqët dhe të afërm të shumt kanë ardhur për t'i uruar 75 vjetorin e lindjes së saj. Akoma më të gëzueshëm këto momente bojnë në fëmijët e zonjës Marie të ardhur nga emigracioni, aty ku kanë ndërtuar jetën e tyre prej disa vitesh. Maria është një zonjë mirditore, po ashtu dhe bashorti i saj Leka, prandaj këtu gjejmë aromë mirdite. Marien dhe Lekën Zoti i ka gëzuar me 6 fëmijë dhe plot nipa e mbesa. Jeta që kanë bërë nuk ka qenë as pak e lehtë, por ja kanë dalë t'i kalojnë të gjitha sfidat e saj. Çifti Ndrejaj kanë ditur ta mbajnë familjen e bashkuar dhe në gëzime familjare, pothuajse të gjithë janë të pranishëm. Për Marien kjo është hera e parë që feston ditëlindjen e saj dhe për këtë organizim kanë qenë fëmijë që ja bën në formë surprize. Por surpriza rritet edhe më shumë kur ne zbulojmë atë që e kemi sjell enkas për të nga Shkodra. Nuk e di nëse është momenti i dur, sepse e di që janë fjalimet e urimit që bërë në rastë. Po, e di, por duke menduar që më pas do filloj muzika dhe do kërcejmë, unë mendoj që ta zbuloj tani një surprizë shumë këndshme që ka bërë për hallën time. Në fakt, nga kjo nuk do të përfitoj vetëm halla, do të përfitoj edhe babai.
Unë nuk dua që t'ju emocionoj apo t'ju prek në një ditë të tillë, sepse të gjithë duam që të gëzojmë. Megjithatë, nga kujtimet tuaja ose pak nga thënjet e të tjerëve, ju e dini shumë mirë se sa e pashme ka qenë halla, se s'dua t'la bërë babi tani. Po gjithë e dini që e ka qenë një bashkë të lartë, e gjatë, e këmbshme dhe me veshje mirëditore është bukur akoma dhe më bukur. Dhe teksa në shtëpi po hapnin arkivat, dhe së tjerave, në gjithë koleksionin e babit të disa fotografive që nuk kanë pasur fatin të vendosen në një album, gjeta një fotografi 50 vjeçare. Tani bëni vetë zbritje, 75. Halla është 25, ndërkohë që babi 20 vite. Jo, a jeni kureshtar që koni të foto 50 vjeçare? Dhe jo me një barë me si, o atë me gjyra. Në shkonim të ju kinja që ka pas atërë. Luha, i me ditës, gati që më suq. Ja! Hava, do të pëlqej vetëm.